Pamje tjetër e fshatit, pamje që kemi Hasant. Pasë shpesh e vrejti pse të këndej bacimin e menqizor. Strategjia e Firajës dhe armja saj edhe nga Hasant. Shtëpia në kujna janë këto nuk e di, mund të shqyqoni vetë. Tenë një gështër që është pjekur dhe është e mbushur me plot frukte. Shtyllë moderne dhe një kryqëzim që shpërndat rrymë elektrike. Rruga asfaltuar që lidhë me Sedion Hasant nuk do të shkoj nga afër. Shkat e Hasant. Hasant kanë pas dhe thirrjet publike që të majnë qëzime mund në bërë e ti dhe në shtëpinë private të tyre ju përshëndes. Rruga asfaltuar me asfalt është shumë karakteristike dhe një gjë strategjike. Përshëndes dhe të mirat dhe kam thes që mund të hinë në bërë të një privatit në qëzaj, po këta do ta mbaj larkë. Shka e keni në kanalin të Mine Sadiku. Në ta dini kush është Mine Sadiku, është miniri. Më falni se nuk ju tregoj kush është miniri. Jakja është Hasant. Ka dhe 2 lopë që kullosin qeta, lirin, dhe këto janë shtëpitë e Hasanve. Asfaltuar me diell, jashtë dhe qielli. Filta që i pojnë natyrës. Ja, këtu jemi të Hasant dhe mali, këtu që kuptojmë natyra. Të shifet edhe bleta pak më poshtë që kam bën një postim në video Dani dhe bletat e tij. Ja pra Hasant. Pak më poshtë, po nuk shifen, nuk mund të afroj mes ma dhom janë bletat dhe shtëpia nuk di e kujt është kjo. Një dardh. Pak më afër në para meje, mendoj se unë dikon shtëpia e shokut tim Qip Firaja. Qip Firaja është, çka është Qip Firaja? Menaxheri minit në tamën e tij. Hajde të përballë shumë me ju që do të ndjekni dhe do të përkërkoni shumë pyetje nga i kur bacimin do të jetë me ju në debate. Këto është diku në bërë i Qipit dhe me thënë dhe ti, Qipi ka mendosur të jetoj me familjen e tij në Gjermani. Është për të parë në kanalin tim Mine Sadiku. Nëse keni kohë, mirë se keni, nëse keni jo. Kali që e pret minirin pak frigohet për me, për lëvizje e kalit dhe friga për me. Nuk më njeh ende mua. Gjithçka Firaj, me Firaj. E kujt është kjo shtëpi, e dini nga jo? Unë e po ju tregoj kulturë e re e prumë në Firaj dhe që me thënë ka plan shumë kurrejtje. Kur janë të tjerët, kur do të vinë Firaj? Ndjetë është po të lezuar 77 e kanë njërë pak në debatet e ti që kanë pas me kafe, që shpesh e kanë flytur. Shproni ti në Firaj, një nga dyat e njëra që ka Gjakova dhe ka jetuar në Prishtinë. Çka mbetet me Firaj? Sekreti i Firajës. Pse edhe këtu në Firaj? Aq për ju përshëndes.